Shëbaz i tha po Kurti, po mund t'i thot Britanisë jo, apo me pranimin e kërkesës Shëbaz, automatikisht edhe kërkesa e Starmerit për pritjen për ndërtimin e kampeve është një automatike po në këtë rast. Ja, nuk i thot Britanisë e Anglisë, vetëm shtet që Albini ka marrëdhënie të shëndosha diplomatike, është Mbretëria e Bashkuar. Andaj ata edhe po të kërkojnë edhe një numër shumë të madh ta sjellin Kosovë, unë jam i bindur që menjëherë do ta ketë dritën jeshile edhe Albini do të pranoj prej Mbretërisë Bashkuar çfarë do kërkesë që vjen. Unë e kontestoj që Albini në këtë kohë, kur ai nuk është kryeministër legal, sepse ai është deputet, deputeti nuk ka të drejtë të qëndrojë në karrigën po merr vendime të rëndësishme, merr vendime në rritje të pagave, merr vendime tani për të pranuar emigrant, nesër mund ta marrë menjëherë të Mbretërisë Bashkuar njëjtin vendim. E kështu me radhë, të gjitha këto vendime, unë jam i bindur që një qeveri e ardhshme, cila do që sidomos nëse ajo vjen nga parku, nga pjesa opozitare, ata të gjitha këto vendime do t'i shpallin null, sepse janë vendime pa lehtëshme. Keni fjalën edhe për të Shëbazit, Britanisë nëse ndodh? Të gjitha sepse janë ata nuk nga opozita i shpallin. Sigurisht nuk i shpallin, ose përkohësisht me një vendim tjetër e bëjnë pranimin e njëjtë, por këto vendime që po i merr Albin Kurti janë antikushtetuese. Edhe vetëm një drejtim i një shkrese në gjykatën kushtetuese Kosovës, të gjitha këto vendime thehen në zero, sepse janë vendime të një qeverisë e cila nuk ka të drejtë me legjin 6 muaj para se t'i kaloj mandati, qeveria nuk guxon bjen vendime. E lërë më tani që më është një qeveri që nuk mund t'i themi as në ikje, as në shkuarje, as qeveri e përkohshme. Kjo është qeveri thjesht i ka dhënë karrigat, vepron, kryen, merr vendime të rëndësishme për shtetin, e të gjitha janë antikushtetuese. Për të kaluar një tjetër çështje, se me këtë unë besoj që do flasim sërish në të ardhmen, se burgjet nga Danimarka, Shëbaja me Britaninë e migrantët mund presin dhe gjëra tjera. Kështu që vetë edhe Danimarkën e ka pas pranuar, po nuk është ka e realizon. Ajo ka qenë fundit. Ajo puna e Danimarkës është çështje burgo. Është çështje me dhënë një objekt që është profitabil, është i dobishëm, sepse kanë qenë milionat, 200 milion duket, ka qenë kostoja që do të rregullonte, edhe Danimarka do të kujdesësh, domethënë do t'i binte të burgosurit, ata do të ishin në një burg të mbyllur, edhe ata nuk paraqesin kurfar kërcënimi. Unë mendoj që ai vendim ka qenë okay, nuk është as një problem që t'i sjellin të burgosurit politik të shteteve tjera, sepse ka mjaft vende të mira në Kosovë, burgje të cilat janë ndërtuar në kohën e Jugosllavisë, edhe burgje të cilat i kanë lënë me gjak shqiptarët, edhe ato burgje bën me dhon bilet tani me përfitu diçka financiarisht Kosova, edhe ata të burgosurit unë besoj që e kanë kujdesin e mjaftueshëm, edhe nuk mund me bë asnjë problem Kosovës. Për të kaluar tek ajo e qeverisë, Fatmir Limaj deklaroi që kishte një marrëveshje gjentilmenesh me Kurtin, por e cila të nesërme kur ai priste që ta propozonte për kryetar kuvendit, ai propozoi Albulena Haxhiun, pra duke e thyer këtë marrëveshje pavarësisht se ishte verbale, jo me shkrim. Ndërkohë që sipas mediave ka lëvizje nga LDK-ja. Ju mendoni që mund të kemi një koalicion së shpejti? Jo. Fatmir Limaj me Albin Kurtin kanë pas marrëveshje gjentelmene, është e vërtetë. Edhe kanë ngritur ata bile në formë humori, Fatmiri e tha një dolli me ujë. E ngritëm dolli me ujë. Ajo ka qenë në një marrëveshje reale e bërë mes Fatmirit edhe sepse i kanë pas numrat në atë kohë, por problemi ka ndodhur
kur janë kthy në vetëvendosje për ta shqyrtuar rastin, për ta parë koalicionin. Dhe aty ka pas kundërshtime të mëdha. Për herë të parë ka pas kundërshtime edhe mund nga Albulena Haxhiu. Po si ka mundësi që Kurti, domethënë nuk pasa kaq fuqi sa të vendos, sa që e prezantojnë në media që është ai që merr vendimet edhe për gjithçka. I merr, është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet, po këtu ka prek në diçka në themin plag. Ka prek në një plag që ekziston në mes familjes Limaj dhe familjes Krasniqi. Kanë plag, hakmarrje, belash, burri Albulena Haxhiut. Alban Krasniqi është faktor shumë i rëndësishëm brenda VV-s. Dhe ai ka grupin, bashkë me Albulena Haxhiun grupin, brenda fraksionin, brenda VV-s. Dhe kur janë kur është kthy Albini dhe ka tregu se ka arritur marrëveshje me zotin Limaj për ta bërë koalicionin, për ta formuar kuvendin edhe qeverin, duke i dhuruar postin e kryetarit të parlamentit, aty ka orë reagimi nga zonja, unë kam burime të sigurta nga, sepse unë vetë kom qenë, nuk e di, zoti Bolla e dini që unë kom qenë vetë aktivist, kryetari i qendrës i degës VV-s dhe Lipjan, kom qenë kandidat për kryetar, domthonjë kom ushtru, kom qenë antar i Këshillit Përgjithshëm edhe kam lidhje, kam miq të shumë brenda VV-s që ku pasku më japin ndonjë informatë rëndësishme, por unë ato burime i ruaj sepse pastaj kam pasoja ata. Dhe konflikti ka ndodhur aty. Albulena Haxhiu ka thënë unë vetë 8. Ose mund t'i kem edhe 10 persona që nuk ta votojnë ty. Po influencë të madhe paska. Ka, Albulena ka influencë të madhe, është e dyta në parti. Po flasim për grup parlamentar dhe kaluar. Glauku është më i top brenda partisë, Albulena më e fortë. Por Glauku është i fortë në popull, mendoni? Është në popull i fortë Glauku, por Albini i frigohet Glaukut. I frigohet se Glauku është më i pranueshëm, Glauku është më logjik, Glauku është më komunikativ, është më i opozitës. Po konsensual, është